Shëndetje të gjithëve, jemi Tradecast Albania, këtu në kanalin ton të Capital Plus. Unë dhe Henry sot do diskutojmë për analizën e tregeve financiare. Do të mbulojmë si çdo javë kriptot, stocks, pak forex, goldin dhe mallrat. Dhe do të flasim dhe për lajmet kryesore që kemi pasur në këtë javë që lam pas dhe në javën që do vi. Kemi bërë një pauzë këto 2 javë, unë personalisht për disa arsye personale, por Henry ka vazhduar gjithmonë duke dhënë informacione, duke dhënë analizat e tij në TikTok, në YouTube, po ashtu dhe në rrjetet tona sociale, në Discord dhe Telegram, ku kemi ndarë, domethënë idetë dhe analizat e tregut dhe besoj Henry ke qelluar në kokë. Po, ka qenë një periudhë që ndoshta do të kishim bërë podcastin, sepse ka qenë periudha shumë e vështirë në treg dhe një moment që tregu ka filluar të shitet në kripto, të shitet ose të themi të bëj valën finale të aksionet dhe par dje dhe dje që i bin tenten dhe të premten pam shitje më të mëdhaja që dhe unë u likuidova. Jam munduar të manevroj sa më mirë në këtë situatë. Kam dalur në kripto në datën 15 dhe kam dalë këte në TikTok, kështu që e përmendet ti pak më përpara. Nuk kam hyrë short, e di që shumë nga dëgjuesit e thojnë pse nuk e hyrë short ku ke kaq shumë siguri që tregu digi për poshtë. Po kur bën llogarit risk rewarding, ku bën llogarinë e themi se si po ecën tregu në përgjithësi, do marrësh vendime dhe jo gjithmonë do jesh, mund të jesh i sakt me ikra, po ndoshta nuk jesh i sakt në anën tjetër që edhe të hysh poshtë. E diskutova me ty dje Kleo që më pyete për robotin tim të Bitcoinit dhe të Ethereum. Kam hyrë me robotin për short, por jo që ta ndaj te komuniteti apo të ndaj në media sociale me lëvizjet e mia manuale. Për aksione tentën dhe të premten i shita shumicën dhe dola me profit dhe kaq. Kemi shfrytzuar ca raste shumë të mira që i kam diskutuar në media sociale të tjera, AMD-ja, Fordi, Snowflake, BBAI, ServiceNow, kompani që ka pasur rritje 1.6 e sipër, disa dete 1.15. Që kemi bërë një farë profiti, po shumicën e profitit ka kaluar të mbulimi i humjeve të 3 muajt e para, 3-4 muajt e para, që është pjesë e lojës. Tani jemi në temi një farë niveli që jemi pak plus, pak minus në ca akaunte, ose unë të paktën, dhe do mundohem që të kapim dhe ja 2-3 valë të tjera gjatë vitit, që të bëjmë ja 30% ishte shumë mirë këtë vit për mendimin tim. Dhe ishte një sukses i madh. Ti Kleo, si të kanë hecur tregtimet, si e shikon tregun? Për mua ka qenë në stocks kemi pas atë valën për një valë swing trade, që swing trade ndjekin, që me sa duhet ka ardhur pas disa muajsh, flas në përgjithësi. Kemi pasur S&P 500 që ka performuar shumë mirë, kemi pasur Nasdaq që ka performuar shumë mirë, po ashtu kemi pasur dhe disa stocks që ne i kemi luajtur, por ditën e fundit dje që kemi pas të shitjen, par dje pak ishte diçka që e lexueshme, një shitje teknikale, një shitje që duhet vinte në treg nga analiza teknike, nuk është se ka pas një lajm kryesor, ndoshta investitorët janë trëmb pak nga deklaratat e Trumpit për luftën që po zhvillon në Iran, që tani është në pauzë, por për lajme që nxjerrë që do arrihet një marrëveshje 6 ditore apo jo. Dhe është bërë si ajo punë e macës me miun, kur e kapi se kapi, por dhe nga kjo duket që investitorët nuk po ndikojnë shumë. Po. Sepse po i ndjek deklaratat ose po i ndjek lajmet më të fundit që dalin momentale dhe nuk është se ka një reagim tregu, ka reagime shumë vogla. Dhe besoj se kjo shitje, mendimi im gjithmonë, kjo shitje të premtes mund të jetë një testim zonesh dhe pastaj vazhdon ndoshta një
akumulim dhe vazhdimsi prapë për long. Po, ke drejt. I duhesh e tregut, sepse unë tani kam 2 javë, edhe pse po tregtoja ca ide të reja për long, për lart në aksione, kur shikoj tregun e përgjithshëm që ishte Nasdaq-u dhe S&P-a, shikoj një blerje shumë të madhe euforike, sidomos te sektori i semiconductors, e mikrochipeve, ishte le të themi një extension shumë e madhe. Një shenjë që unë pash edhe do ta muloj ndoshta me grafikat më vonë, është që Magnificent 7, kompanitë më të mëdha që quajnë si Magnificent 7, kishin bërë një double top. Edhe kishin ardhur pak poshtë gjatë kësaj jave, dhe te zona e qafës, që kur thyet ajo zona e qafës, pretendova unë që do shkonte për poshtë tregu, u testu të njëjtën, aty fillova që të shisja unë dhe pastaj të premten që u thy totalisht dhe vazhdoi tregu dhe ra shumë. Kjo ishte le të themi arsye kryesore pse unë fillova që të dilja dhe atë që thotë që ishte pak e parapritur ulja. Dhe kishim shenjën tjetër që ishte dollari që po konsolidoheshe. Dhe thoshte që dollari ishte 50 me 50, edhe një lajm që do rriste volatilitetin, do të arriste dollarin dhe do rriste le të themi ato qarkullime e kapitalit nga asetet të rrezikshme si aksionet dhe kriptot te dollari dhe dollarin po monitoroja për të kapur momentin. Një gjë interesante dje ishte që në orën 2 mu aktivizu dollari dhe Magnificent 7 chartet te zonat, do t'i tregoj pak më vonë dëgjuesve. Dhe në orën 2 fillova unë që të shisja, që ishte gjysmëor përpara se u hap tregu, fillova që të bëhet ca shitje për të dalë nga pozicionet, sepse ishin realisht gati për të rënë çdo gjë. Ishte një treg shumë i vështirë, të them drejtën, këtë vit. Si është dukur tregu për ty këtë vit? Po, ka qenë vit me të vërtetë i vështirë, por vitet e vështira të bëjnë akoma dhe më të fortë, më profesionist, domethënë do të mësosh nga këto vite, ose duhet t'i përballësh, është si punë e tallëve detit që sa më të forta të jenë edhe ti i përballon, mësohet edhe vetë njeriu. Është njëjta gjë edhe në treg, domethënë këto valët nga lajmet gjeopolitike, lajmet ekonomike nuk është se kanë ndikuar shumë, kanë qenë pak, jo pak, por kanë qenë shumë të vështira, por për gjithë ata tregtarë që janë në profit ose ja kanë dalë mbi jetojnë pa humbur kapital, duhet të jenë me të vërtetë shumë të lumtur ose duhet ndihen me të vërtetë tregtar të mirë. Po, ke drejt. Kështu që po jon këtë vit deri tani, por besoj që do kemi shikojmë deri në fund vitit. Po, ke shumë drejt. I gjë tjetër që do shtoj këtu për dëgjuesit është që ka filluar dhe sezonaliteti tani. Kemi 2 arsye për uljen e tregut. Kemi anën teknikale, kemi dhe sezonalitetin. Ka 2 sezonalitete që po ndodhen, është midterms elections, që janë zgjedhjet mes, si di ta përkthej fjalën midterms, po janë mas 2 vjetësh bëhen zgjedhje lokale dhe zakonisht sjell ulje në verë. Por dhe sezonaliteti veror, që është korriku deri në tetor, ka volatilitet më të lartë tregu, dhe kur ka volatilitet do ketë shitje, nuhatje, situata të papritura. Dhe kjo ka të bëjë shumë, që unë prapë mulova te Discordi, ndava aty te komuniteti për të informuar ato disa ditë përpara që kjo gjë mund të ndodhe, dhe ideja ishte që të jemi një hap përpara, edhe të kishim dalë pak më herë, që dolëm për mendimin tim shumë mirë në këtë val. Do një lajm tjetër që mund të mbulojmë për dëgjuesit e pjesa e lajmeve dhe diskutimit? Po, këtë javë kemi pasur disa lajme ekonomike, po nuk kam parë në një lëvizje, domethënë që të ndikohen te këto lajme, siç ndodhte përpara disa muajsh.
Të tregtarët janë ndarë në disa që luajnë lajmet ekonomike, nga ana tjetër janë institucionet që përpiqen që të marrin sa më shumë para nga tregtarët, nga ana tjetër janë disa që ngjojnë lajmet gjeopolitike dhe është bërë një miksim mendoj midis tregtarëve që performojnë. Po. Dhe prandaj është bërë pak treg i vështirë. Po, ke drejt. Dhe për mu lajmet dolën të mira po punësimi në Amerikë, por ja ku jemi që ka rënë tregu dhe kur lexova një artikull 2 trilion dollar janë djegur në treg me në një dite. Dje. Kështu që ka pasur arsye të ndryshme. Ne kemi munduar këtu që ta mulojmë te podcasti sa më shumë, po gjithmonë i them dëgjuesve që vendi më i mirë që të mund të merrni informacionet live gjatë javës kur duhet, që ju të merrni vendime, është komuniteti jonë në Discord që kemi dhe një paket që është vetëm $29, është paketa Insights, analizat dhe disa ide, por nuk është grup sinjalesh dhe është në anglisht. Do ta kuptojnë dëgjuesit shqiptarë që nuk kemi grup sinjalesh, japim analiza dhe momentet kyç që do të vijoj tregu apo do lëvizit tregu me ikra. Për grupin, për ju që doni të keni sinjale apo të dini se çfarë do blej dhe do shes unë gjatë javës apo dhe Cleo, mund të hyni te komuniteti Apprentice, por aty hyet vetëm me trajnimin që do bëhet në qershor, kështu që po që keni interes, na shkruani një mesazh privat në Discord ose në Telegram dhe mund të bëni takim me mua që të antarësoni dhe të bëni pjesë e komunitetit të trajnuar. Cleo, do një gjë tjetër që të shtojmë këtu për dëgjuesit që mund të jetë informuese për javën që do vi? Javës që do vi, do shikojmë, mendoj unë se hëna do të tregoj shumë, pasi kemi zona suporti shumë fuqishme në stocks, kemi zonë suporti shumë fuqishme në gold, do shikojmë si do reagojnë çmimet, a do të jemi pastaj në një short që mund nisi ose një trend për poshtë, ose do jemi thjesht në një fazë akumulimi dhe vazhdimësi. Kjo do jetë gjëja më e rëndësishme që duhet shikojmë në të hënën, por do ta shikojmë mendimi im, domethënë si do shikoj si tregtar. Po, unë për vete po rri jashtë tregut, sidomos tregut të aksioneve, në kripto do pres kthimin e trendit, sepse trendi tani ka vazhduar për short dhe ka rënë shumë. Do të thojë që do shikoj dhe shifrat e inflacionit që do dalin të mërkurën, shumë të rëndësishme që shikoj që si është situata me inflacionin, me normat e interesit, kur të bëhet vendimi tjetër, vendimi tani që do vi me një guvernator, një chairman të ri të Bankës Qendrore Amerikane, dhe të shikojmë se si do reagojnë ato me këto informacione ekonomike që kanë dalur për punësimin të mirë. Shpresojmë dhe inflacionit të dali mirë. Okej. Dhe gjithmonë do të majmë në vëzhgim çfarë do thot Trumpi për Iranin. Dihet tani fjala Trumpit ka shumë fuqi, sepse rrit volatilitetin dhe rrit pasigurinë të investitorëve. Po, besoj do të kemi një zhvillim të dielën që i bie nesër, do të kemi një zhvillim për luftën e Iran, pasi ka deklaruar që këtë fundjavë do merret një vendim ose po të shikojmë, nëse është pozitive, atëherë tregu do ta pres mirë, besoj normalisht me rritje, dhe mund të jetë edhe kjo ulje së premtes të jesh një likuiditet ose për të futur sa më shumë tregtarë në short, dhe përpara se Trumpi të bëjë një lajmërim pozitiv për zhvillimin e luftës dhe po, ka drejt. Sepse Trumpi kështu i lë gjithmonë, i lë fundjavë. Do mbyllet tregu dhe pastaj jep njoftimet ose çfarë ka për të thënë. Po, atë taktik ka përdorur këto kohë të fundit që i lën deklaratat në fundjavë, ne zakonisht nuk punojmë në fundjavë,
dhe kjo është situata e tregut. Po mendoj tani të fillojmë analizën teknikale të aksioneve, Kleo. Okay, atëherë besoj që po e shikoni ekranin ton, do bëjmë analizën teknikale të aksioneve, do fillojmë këtu me S&P 500, Nasdaq-u, dhe shumë më radhë, do mbuloj dhe 2-3 gjëra tjera që kemi diskutuar gjatë javës me komunitetin e Discordit, që i kam dhënë një farë paralajmërimi që do kishte një shitje në treg. Ka pasur 3 faktorë kryesor që unë po shikoj edhe 3 grafika. Por të fillojmë mirë me S&P-n ku janë, si është gjendja, ka rënë 2.5% të dje, dhe dukeshe sikur do binte dhe ja ku ke një nga zona që unë kam përcaktuar që do uleshe, dhe kjo zona tjetër, dhe ka kapur këtë zonë paka shumë perfekte këtu. Shikoni? Për pare se ka gjithë një farë supporti të premten. Kjo ka qenë zona që unë shikoja me një ulje. Të ejnëten unë kam shitur AMD-n që ka qenë pozicioni më i madh dhe më fit improvers. Më duk sikur po e shisja pak para kohë, po mora vendimin sepse po shikoja dobësi në S&P dhe të Nasdaq 100. Zona tjetër që kemi është 725 këtu të SPY, 7200. Është një zonë që mendoj mund ta kapi javën që do vi ose mrena një periudhë 2 javë, po që ngrihet pak çmimi deri te kjo 7.4. Dhe këtu e shikoj, them drejtën, zona 2. Shikoj sepse ka rënë mjaftueshëm tregu dhe ka devijuar nga struktura e longut që ka pasur këto kohë të fundit. Nasdaq-u ka rënë dhe më shumë 4.8%, një rënje shumë e thellë dhe shpejt, edhe ja ku e keni zonë që unë kam përcaktuar që do kapte, që është kjo është QQQ-ja, që është ETF-i 697, dhe kemi dhe një zonë tjetër që është 666 këtu, një numër interesant për që dhe mund ta kapi ky ETF. Po që në ky momenti këtu ka qenë të themi trendi për lart, kjo zona e mezit këtu, midpoint, ka qenë zona që unë kam parë për longun dhe ka ecur shumë mirë. Dow Jones më pak humbje sepse merret më shumë me industrit bazike, materialet bazike për ndërtim dhe disa industri të tjera. Kështu që më pak ulje 1.3%, por besoj që edhe kjo do ulet gradualisht me gjithë tjerat. Kemi dhe small caps, që është Russell 2000, ka rënë 3.55%. Zona tjetër që unë mendoj që mund të kapi është 271 i VM-ja, mund të realizoj deri te ky çmimi këtu. Do është edhe më thellë, shikojmë se sa do ecë tregu dhe sa potencial ka. I gjë tjetër që do të muloja këtu është që në formimin e çmimit S&P 500 ka një formim që mund të jetë në distribution klasik. Do çoj te javori. Po bën le të themi një val finale të shpejtë, të fuqishme, dhe jo vetëm që mund të shkojë te 7.2000, por për mendimin tim mund të vi prapë te 6.9 me një shitje më të shpejtë, me ndonjë lajm negativ. Lajmi negativ ne e dim se çfarë mund të jetë i lidhur me Iranin, mund të jetë i lidhur me inflacionin që do vi javën tjetër, por Irani është ajo kryesore që mund të rritet rreziku i luftës dhe mund të ulet, po mund të shkojë deri te 6.9 mendoj unë te kjo zona. Kjo do ishte një distribution klasik. Një lëvizje finale për lart, ulje, rritje prap, pastaj ulje dhe pastaj një bear market deri nga viti tjetër. Këtë po shikoj te javori, po minimumi që unë pres është 7.2000. S&P-ja mund të shkojë dhe më ulet deri te 6.9000, ku ka qenë më para si all time high.
Kleo, do gjë tjetër për shtuar këtu të analiza indekseve? Po, të njëjtën gjë shikoj dhe unë, të njëjtën analizë, mund të kemi disa zona supporti akoma pak më tulta se që janë formuar tani, por si që thash edhe që pare Hana do të tregoj shumë, të tregoj me të kujdesshëm dhe të gjoni podcastin, do të ishte shumë gjë e mirë. Po, ke shumë drejtë. Do të flisja pak tu për Magnificent Seven, një shenjë kryesore që unë pash për të parashikuar rënjën e tregut. Dhe shikoni këtë periudhën tani nga 19 maj deri në datën 3 të këtij muaji, 2 javë, parafisisht 2 javë ca. Kjo lëvizje ka qenë, ky double topi këtu ka qenë një shenjë fillestare për mua që mund kemi një crash. Dhe pastaj po shikoj këtë zonën e qafës, double top dhe neckline që mahet si zonë që thyet kjo, dhe pastaj shumë për poshtë dhe ja ku ka qenë që direkt në thyrje ka vazhduar dhe është ulur 3.69%. Këtë gjë për ju që nuk jeni pjesë e komunitetit në Discord, e kam mulluar përpara disa ditëve në Discord si një paralajmërim për antarët që do të keni kujdes sepse është i rrezikshëm, ja ku e keni këtu në datën 4, kam dar dhe në disa momente të tjera dhe kontrollojmë se vetëm në momentet kyçe shikoj si diçka të rëndësishme dhe e analizoj. Ky është momenti kyç tani që unë e pash dhe më pëlqente që ta përdorja si diçka për të marrë vendimin. Edhe më pas ka thy këtë zonën dhe ndihesh që do të shkonte për poshtë tregu. Njëkohësisht, arsye ose mënyra se si unë kam parashikuar këtë lëvizje dhe të komunitetin ka folur shpesh për dollarin që kishte që në datën 17, po atë periudhë parafërsisht në 19 deri datën 2 të Max 7, Magnificent 7, kishte dollari konsolidimin. Dhe konsolidimi ishte bërë perfekt për një rritje sepse ka bërë disa testime në për këtë zonë, sidomos data 29 ishte kyçi që do kthente tregun dhe të shkonte për lart. Dhe unë po e shikoja dhe kisha vënë alert këtu disa herë, pastaj vura edhe një dije te kjo zona dhe kur aktivizu njotova antarët dhe i thash që ja ku keni live që të kuptoni ndryshimi këtu live dje në orën në orën 2, 30 minuta përpara se ra tregu, 30 minuta përpara se u hap tregu, thash diksi që është dollari po rritet dhe duhet kemi kujdes sepse unë mendoj që do ketë një shitje. Tani një 30 minutë përpara se sa të hapet tregu, të jesh i njoftuar, besoj që është informacion me shumë vlerë për shumë tregtar, sidomos për ju që keni kapital serioz dhe mundoheni të jeni le të themi një hap përpara tregut. Dhe në këto momente unë kam filluar që të shisja dhe pastaj kam darë dhe grafika që të informoj antarët e grupit që jam me pagesë. Dhe pastaj kam folur për Magnificent 7 që përpara thyrjes që mund të jetë tani rrezikshëm dhe më parë kam folur për një gjë duke para përgatit antarët aty. Që këto janë informacione që ju merrni live gjatë ditëve, si vinë, kur vinë, jo vetëm analizat për këto asete kryesore, por keni dhe makroanaliza dhe disa ide që unë ndaj gjatë javës. Për shembull, Snowflake, unë kam darë në grup në datën 20, besoj ka qenë një datë më para në maj, edhe më pas e kemi tregtuar, ka qenë data 12, e kemi tregtuar për 2 javë, na ka bërë 1.8 për shembull, një nga shembull që ju merrni këtu te paketa Insights. Do ta bëja këtë gjë ose t'ju tregoja sepse me vërtet informacion që unë mundohem të ndaj aty për mendimin tim vlen shumë për ju që doni të jeni një hap përpara dhe të merrni ca vendime të zgjuara në treg. Dollari thyu këtu
më detyroi mua që të shisja, po kishte edhe diçka tjetër që unë shikoj që është kjo për credit stress, për sektorin e kreditit dhe si do lëvizi smart money, ishte dhe HYG-ja, HYG-ja, ishte kundër SPY. Shikoni këtë valën këtu që në fillim të prillit, kur ka qenë në ulje frika, dhe shikoj këtu në thyrjen e parë mbi 10 EMA, dje ka qenë momenti perfekt që të dilje, dhe çfarë orari ka qenë ky moment, besoj që ka qenë diku te ora 1 apo 2 me Anglin, që është gjysmore, 1 orë deri te gjysmore përpara se është hapur tregu, kemi parë shenjat kryesore për një kthim që tregu do tregonte. Ja, do hym këtu tani. Dhe shikojmë orarin të një orashi. Ka qenë ora ka filluar kemi këtu, ka filluar në orën 2 fix. Shikoni? Njëkohësisht dollari rritet, thyn strukturën, rritet kjo grafike që unë shikoj për frikën e smart money, kompanitë të institucioneve që lëvizin e qarkullojnë, dhe kemi parë dhe Mag 7, kompani më të mëdha që kishin double top dhe po thyeshin për poshtë. Këto tre gjëra kanë dhënë shenjë që unë me patjetër do të dal nga tregu dhe të siguroj profitin që unë kam nxjerr në këtë val nga prilli deri në fund të majit, fillim qershorit që jemi tani. Këto analizat që ne bëjmë te komuniteti janë të detajuar, unë merrem me këtë punë full time, nuk jam një investitor casual që merrem në temi shikoj 2 viza në grafik dhe them do hy këtu dhe do ketë një bull run. I analizojmë gjërat në detaje sepse ka pasojë reale dështimi në këtë punë, humbasim kapitalin dhe kuptohet që duhet ta mbrojmë me patjetër. Gjë tjetër që do të muloja për aksionet. Kleo, kishe diçka tjetër për shtu këtu? Jo, po i shikoj aksionet dhe pa shumë analizë bukur si çdo javë, por ka qenë me të vërtet shumë me të vërtet shumë i saktë. Jeni edhe te grupin Discord na ka paralajmëruar që do ndodhte kjo ulje ose zonat ku mund të shikonin çmimin dhe me të vërtet shumë e vlefshme. Tani, faleminderit. Mundohemi të jemi son sakt. Sektori teknologjik ka qenë kyçi dhe kjo, sepse ka qenë grafika numër 1 që ka koresponduar me rritjen në V-shape form V-je që ka bërë tregu nga ulja deri në rritje, dhe kjo këte mund ta kishin majtur si shënim këtu të 10 dhe 10 EMA diku këtu, sepse ka mbajtur e respektuar atë zonë, dhe në thyrje këtu pak a shumë, po në njëjtin moment është bërë çdo gjë. Me kuptim, është rritur frika shumë ndje për ndonjë arsye. Ka diçka që din këto smart money që unë e tregova pak më parë, prandaj e analizoj këtë grafikën e smart money që unë kam bërë këtu, që është HYG-ja kundër SPY, e shikoj këtë me kujdes. Tani do shikojmë sa do rritet kjo, momenti që ngadalsohet rritja, fillon që qarkullon prap kapitali të aset të rrezikshme që është aksionet dhe kriptot. Okej, dhe do shikojmë dhe kuptohet, do shikojmë dhe dollarin për sidomos për kripto, do shikojmë dollarin se çdo gjë e kriptot është e lidhur me dollarin. Okej, tjetër pam dhe ca rotacione në treg, nuk shikojnë ndonjë mundësi të mirë sepse mundësit ikën këtë javë. Ishim shumë mirë me aksionet tona. Ndoshta mund bëj një përmbledhje të aksioneve që ne kemi pasur të pozicionuar këto javë. Kemi pasur AMD-n që ra 10% dje, dhe unë kam bërë 136% të AMD-ja për 2 muaj e ca. Kemi pasur Snow, Now,
shumë të tjera që ka qenë shumë të mira për ne dhe kemi përfituar diçka nga kjo val. Jemi munduar që të nxjerrim diçka nga tregu gjatë periudhës të mirë. Okej, Kleon po e mbyll me kaq segmentin e aksioneve, besoj për më shumë informacione e kuptoni se ku do t'ikni te Discordi. Discordi është vendi që unë kam ambient pune, çdo gjë që unë shikoj për veten time, e ndaj aty me antarët. Nuk është thjesht një grup sinjalesh, është një grup që realisht mundon të jap analiza që t'ju paralajmëroj për ndryshime në anime serioze, shihet më dhaja, gjëra papritura, analiza të tjera, pyetje, ide, ka shumë gjëra që merrni aty dhe disa klasa falas, për ju që doni mësoni diçka, keni edhe disa klasa falas aty për që bëni pjesë. Kyçi te Bitcoini ka qenë 83-shi, edhe një nga arsyet kryesore ka qenë sepse kur shkonte mujori ka qenë një zonë që ka rezistuar dhe ka qenë të një nga emat kryesore këtu, ka qenë kyçi 83-shi. Në bas rezistencës kemi parë një shitje. Unë kam shitur pozicionin tim long në datën 15 këtu, 16 aktualisht është aktivizuar sepse është kapur stop lossi që unë kam bërë në ndjekje, duke parë dopsi 1 herë, 2 herë, 3 herë të kjo zonë, më duke tani si një zonë që nuk e kishte më. Dhe për ju që keni dëshirë shikoni ndonjë provë për këtë gjë, shumë e lehtë, kemi grupin e Discordit dhe ja ku e ke këtu poshtë. Mbylla gjithë pozicionet e kriptos data 16:06 mëngjesit. Që atëre nuk kam bler asnjë kripto dhe kemi ndëitur larg. I vetmi gabim që mund ta quajmë që mund të kem bërë është që nuk kam hyrë për poshtë, por gjithsesi dollari që un kam në portofolin tim është fuqizuar dhe do blem me çmime më të lira asetet e kriptos për ndonjë val tjetër për long. Dhe po e lejt tregun të shitet, të lodhet dhe pastaj do shikojmë se si do manevrojmë brenda tregut. Këtë javë besoj që do shkoj për lart, sepse ka devijuar shumë çmimi nga mesatarja. Do shkoj deri te zona e do ta vizatoj këtu tani. Ku është kjo? Deri te kjo zona. Dhe këtu do shfryzohet prap nga bears, të shkoj edhe më poshtë, ose të shkoj të bëj një retestim të 60-s prap. Por dhe mund të shkoj edhe më poshtë këtu. Tani është në rënje çmimi. Një gjë që do shfryzohet është do shikojnë tregtarët fillestar RSI-n që është shumë e shitur dhe do hynë agresiv në këto zona, do thënë që kjo është një support këtu. Dhe do hynë agresiv. Prandaj bears do ta shfrytëzojnë këtë rast. Do ngrihet, do ulet prap, do t'i likuidoj disa, mund ngrihet dhe deri te 70 prap, pastaj mund shfrytëzohet për një bear tjetër final për t'i likuiduar longs të tjerë që do hynë në këtë val. Kështu që keni kujdes të këto zona që unë kam përcaktuar, si do reagoj çmimi, po që do bleni dipi këtu dhe keni bler këtë zonën shumë të shitur, keni shumë kujdes, sepse në mean reversion i kthim të çmimi mesatar atë 66 ose 70 do shfryzohen nga bears dhe do hynë kundër dhe do hynë agresiv aty. Kjo është parashikimi për javën që do vi. Lëtoje që nga ana ime, kur shikoj më fat gjatin, më duket shumë e frikshme tregu, sepse zakonisht kur kemi një bear market ulet diku te 60-70%, dhe tani është ulur 50%, sa ndiona, ta shikojmë 52,
supozojmë që të bëj 70%, mund të shkoj deri te 39. Në ishte një zonë e mirë 39. Një gjë tjetër që nuk më pëlqen ose që do them këtu është që kam këtë alertin që kam vënë te zona 41. Nuk ka shkuar ndonjëherë nën 41-42 RSI-ja te mujori në Bitcoin sepse blihet dhe akumulohet Bitcoini. Po shkoj nën 41 dhe jetë një shitje e jashtëzakonshme dhe me nivele shumë të ulta. Mund të jetë diçka shumë e papritur që të ndodhi në treg. Dhe prandaj kam vënë këtë alertin dhe kam tani mund të kemi 2 vjet që e mbaj që po shkoj Bitcoini nën 40 ajo RSI-ja, është situatë e jashtëzakonshme bearish dhe një bear market që të shkatroj çdo gjë në kripto. Dhe prandaj kam qenë gjithmonë ndoshta edhe i mërzitshëm për ato për njerëzit që na dëgjojnë në media sociale duke thënë që nuk kemi bull market, nuk keni kujdes. Dhe disa dhe më urrejnë besoj, por realiteti është realiteti dhe jam munduar të them diçka që t'ju ndihmoj, jo t'ju shfrytëzoj, sepse di shumë mirë që të them që hyni te komuniteti se kemi gjithmonë bull market. Dhe gjithmonë do keni treg të mirë. Por realiteti është realiteti, kjo është situata. Dhe do të keni shumë kujdes këtë zonën për ripërsërisë të gjë. Kjo zonë po është një treg i veçantë, nuk ka ndodhur ndonjëherë dhe e bin që mund të shkojmë dhe në nivele më të ulta, prapë të 15 ose 24. 24 ose 15 këtu. Dhe diçka e jashtëzakonshme. Ethereum pak a shumë identike me Bitcoinin nga data 14-15 pak më herët ka bërë shitjen dhe ka le themi filluar këtë rënje. Ethereum kemi shitur disa ditë përpara, më duket ishte 11 apo 12 maj, pastaj shitën Bitcoinin dhe disa të tjera që ishin pak më të forta. Por Ethereum ka vazhduar të bëjë ulje më të thellë këtu. Duket shumë i shitur, do shfrytëzohet prapë nga tregtarët dhe do ngjuhen këto zonat që unë përcaktova edhe te Bitcoini, po përcaktoj edhe këtu 1 dhe 2. Do bëj rritjen, do hym prap short, do bëj rritjen, do hyj prap short dhe pastaj do likuidojnë dhe long që të blejnë për këto zona këtu poshtë. Unë do prisja që të mbaronte konsolidimi, do të jap një formim që unë do prisja këtu prafërsisht sepse kuptoj që tregu mund të reagojë ndryshe. Diçka tillë edhe diku këtu do ishte më mirë. Këtë do bëja unë për që unë do isha smart money dhe dohet të merr aparate e tregtarëve që nxitohen. Do bëja tani mbas një trendi të qartë, do bëja një zonë volatiliteti që i herë të krijon falca për long, i herë të krijon falca për short prap, vazhdimësisht shorti, dhe pastaj konsolidohet dhe bën thyrjen për lart. Edhe do ishte këtu do ishte ndonjë pozicion që do t'ja vlente, do themi që të hyje për të kapur këto zonat prapë 1.8, 1.4, 1.5. Rrët. Kleo, si e shikon ti kripton për momentin se më duket vetë se ku po flas vetëm unë dhe mërzitën dëgjuesit. Jo, nga që ti po bën analizën dhe unë s'të ndërhyr, po kriptot, me thënë drejtën, nuk e di, është pak të di, jam shumë pesimist për kripto, dhe më thënë kam kohë që jam kështu, po unë shikoj vetëm Bitcoin e Ethereum, nuk është se shikoj zonat tjera, ose kripto tjera, nuk shikoj kripto tjera, por Ethereum duket totalisht një, për mendimin tim është dështim, gjithë to vite, pasi ka rrit prap në zona që i ka pas edhe para 4-5 vjetësh, çmimi maksimal ka rrit prap në ato zona, por me që shikoj mund t'jetë një fazë akumulimi kjo këtu dhe pastaj një ngritje
shumë e vështirë, nuk e di. Po. Ke drejt. Edhe i gjë që duhet t'i Se di, tregoja. nuk e di sepse është pak kripto preferohet dhe më shumë, por edhe ka humbur pak ajo besueshmëria dhe nga shumë tregtarë, sepse janë asede më të rrezikshme, pastaj duke parë edhe gjendjen ekonomike të do ta lidhim ndonjëherë edhe me ekonominë, duke parë gjendjen ekonomike të njerëzve, është gjithmonë nuk është se është një gjendje ekonomike shumë e mirë, pothuajse në Europë, në gjithë Europën, njerëzit nuk kanë më të ardhura tani për të investuar në asete shumë të rrezikshme siç janë kriptot. Dhe prandaj nuk mund të jetë i njëjti cikel siç ka ndodhur para disa viteve që të kemi atë bull market ose një rritje të jashtëzakonshme. Po. Ka ndryshuar dhe situata sepse kanë hyrë institucionet. Dhe kemi shumë që po akumulojnë Bitcoinin, Ethereum. Tom Lee, që është një nga investitorët më i famshëm që del në për televizione në SBA, nuk është që kanë ndonjë performancë të jashtëzakonshme për mendimin tim, vetëm që është analizë dhe del në për televizione, ka hapur një kompani që blen vetëm Ethereum dhe ka blerë në çmime më të larta 4.000. Ethereum është tani 8 bilion minus. Kështu që nuk jeni ju vetëm që keni humbur apo të tjerë që kanë humbur në kripto, kanë humbur shumë të tjerë, por ato kanë një gjë që ato punojnë me parë të tjerëve dhe nuk i dhimbset e para, dhe dyta është që kanë mundësinë që ta mbajnë afatgjatë dhe vazhdojnë të gjejnë investitorë që të hyjnë dhe të japin kapital që të blejnë akoma Ethereum në rënje. Kurse një tregtar fillestar ose një tregtar me pak kapital, si besoj që shumica e shqiptarëve janë që kanë pasur dëshirë që të bëshin diçka me kripton, që më para 2 vjetësh, kur ne kemi filluar të flasim për këtë gjë, nuk keni mundësi financiare dhe ndoshta nuk keni dhe strategjinë e duhur që të shfrytëzoni kripton dhe uljen e kriptos. Shikoni vetë, unë gjithmonë ju kam thënë që kripto është shumë i rrezikshëm për fillestarët, më shumë se sa mendojnë ato, dhe tregu më i mirë është tregu aksioneve dhe tregjet e tjera. As Forex-i nuk është i mirë, tregu aksioneve dhe me tregtimin afat mesëm. Unë nuk e them këtë gjë sepse e bëj vetë, po e them sepse është e verifikuar, mund të pyesni edhe ChatGPT-n, mund të pyesni edhe shumë personat e tjerë. Swing trade mund, afatgjatin, investimet afatgjate mund, dhe day trading mund, dhe skalpime. Pastaj dhe aksionet janë tregu më i sigurt, më i mirë, sepse mund të bëni rotacione. Gjatë kohës që kripto ka rënë, unë kam pasur AMD-n që ka qenë në rritje 136% plus. Bitcoini 30% minus. Rotacionet të ndihmojnë që të diversifikosh kapitalin dhe të punosh në një mënyrë më profesionale, po që doni ta punoni kapitalin në mënyrë profesionale. Gjithsesi do t'rregoj edhe diçka tjetër këtu për dëgjuesit Kleo, është shumë interesante kjo, për shembull Cardano. Vazhdon të bëj lower lows historike. Okej, nuk po përfshi 2020-ën se ishte starti i Cardano's në 2020, por që nga kulmi në 2021 nuk ka bërë ndonjë higher high. Ka bërë thjesht lower low. Lower low. Që do të thot kapitali po del nga altcoins. Edhe po e bëj këtë si shembull se ka të tjerë që mund t'ju tregoj juve çfarë të doni ju, ndoshta DOT për shembull. Ja, DOT. Tani është në lower çmim të ulët historik, DOT. Që nga 2020-a, që ka dalur si coin, është në çmim të ulët. Investimet afatgjate nuk bëhen në altcoins. Dëgjuesit do ta kuptojnë këtë gjë, kam thënë 1000 herë në media sociale, në TikTok, në YouTube, në Instagram, në live që bëjnë në TikTok. Po mundohem t'ju ndihmoj, nuk kam asnjë lloj interesi. Mos mendoni që ato 15 apo ato $10 që un kam marr në muaj nga disa antarë që kanë hyrë të Discordi që mund të më pasurojnë apo do më bëjnë ndonjë gjë, apo $30 që unë do marr. Nuk e vras mejen për ato gjëra, po mundohem realisht që t'ju jap informacione që ju vlejnë.
që mos humbisni kapitalin dhe mos e jepni institucioneve kot. Fundja fare, unë do fitoj nga tregu. Ju do nxirrni diçka, mos gjeni viktimat të institucioneve apo mashtruesave në treg. Shikoje, lower low, vetëm lower low. Higher low, lower high, lower low. Gjithë kohës, te mujori po flasim këtu. Të kapim të tjera sa dush. Kjo, shikoje, që ka qenë matik për para. Ka ndryshuar në 2024, është bërë poli, që është bërë POL-USDT. Vetëm lower low ke këtu. Tjetër, çfarë janë ca asete që mbahen si sigurta? Shikojmë Solana. Shikoje. Double top dhe ulje. Do të bëni tafë që shfrytëzoni valët e mira dhe treni larg valët e këqija. Prandaj unë bëj swing trading. Kam qenë 2019 që merrem me kripton. Nuk është që po merrem këto 2 vjet. Dhe kam shfrytzuar çdo val kryesore për lart. Minimumi për lart, pastaj shortet mundohemi të kapim diçka. Dhe kështu për dhe Ethereum. Mos mendoni që Ethereum është më mirë. Shikoje. Të mujori. Nuk është më mirë Ethereum. Okej, 2020 ishte $90. Në thosh që nuk shkon $90 ndonjëherë tjetër. Ku e dim ne? Ka thyr strukturët tu, ka thyr çmimi më të ulët. Shikoje. Çmimi zona më e ulët në RSI ka qenë 42. Javën e kaluar e ka thyer. Mund ta thyr dhe Bitcoini tani. Bitcoini shkon 15.000, këto shkojnë te zero sa do shkojnë te çmime shumë të ulta me cent, me qindrat e centeve do shkojnë ca nga altcoinsve. Mos u bëni viktima e institucionit, mos u bëni viktima e personave që janë të paaftë që dalin në YouTube e i thonë që blini kripto se është momenti më perfekt. Shikoni grafikat, analizoni, bëni të aftë dhe mos digji kapitalin kot. Mu nuk më bëni asgjë gjë, po më thjesht po mundohem t'ju ndihmoj dhe t'ju jap informacione. Kur shikoni këtë, nuk është treg bullish dhe tani janë thyrë dhe strukturat e RSI të mujori, do të thotë që kjo tani do iki këtu poshtë. Jemi në bear market serioz, mund shkoj deri këtu. Deri te 30-25. Po shkoj deri aty, Ethereum shkon prapë te $200. Do blem Ethereum te $200 në 2027 ndoshta. Mendojini mirë gjërat, nuk është i lehtë tregtimi, kërkon pak aftësi dhe informacion, kërkon vullnet madh dhe do përkushtim. Këtë do thoja për dëgjuesit që janë marrë me kripto, më vjen keq që jeni djegur, por jam munduar t'ju informoj sa më shumë në media sociale. Okej, dhe një gjë tjetër të fundit Kleo për këta? Kriptot, ja nuk është se kanë diçka për të shtuar. Ty si duket të shkrem te $200 te Ethereum? Po, mirë është, shkojmë se të blejmë më lirë. Akumulojmë te $200 këta. Po, se do fillojnë bëjnë mining, se unë kur kam bërë mining nga që ka qenë Ethereum, $200. Po, ka qenë. Jo, më pak, 180 diçka, se më do mirë. Dhe pastaj kam shitur ku ka qenë me 2000. Po, tani është më ullë, po të kisha mbajtur do kisha dalë me humbje. Po, i që ke mbajtur buy and hold për gjithmonë. I gjë tjetër që duhet dinë dëgjuesit është që mund të hyni shumë mirë ndoshta, për shumë ka ju dhe nuk dini të dilni, sepse hamëse do rritet prap, hamëse rat 30%, po do rritet prap, dhe ja ku jeni, sepse ne e shitëm Ethereum në kemi bërë me disa val longun këtu nga prilli i vitit kaluar deri në shtator, por kemi shitur diku te 4500 Ethereum e fundit. Pastaj kam tregtuar disa val të vogla për long. Por ka rënë nga 4900 deri tani ka rënë 70% vlera e Ethereum. Ky është tregtimi i Tom Lee.
eksperti i Ethereum që del në edhe flet për Ethereum. Okej, ai ka mundësi sepse ka fonda dhe blen. Bli, del me mesatare pak më tullet. Mund ta blej edhe te $200 që të del mesatare më mirë. Por ne nuk kemi si investitor të thjesht. Okej, lëvizim të analiza e madrave dhe Forexit, Kleo. Për dëgjuesit do të thoj që për më shumë informacione keni Discordin, që t'jeni një hap përpara, të jeni informuar, mos bëni viktima të institucioneve, mos dështoni, plus do keni dhe klasat dhe informacionet e tjera që merrni aty, që unë kam bërë falas për antarët që paguajnë $29 në muaj. Okej, kemi analizën e madhrave. Fillojmë me dollarin si gjithmonë. Emulova pak dollarin që mund bëj një kthim. Dhe të mujore për duke se ku të bëj një kthim për lartë. Po thënë strukturat, po është akumuluar këtu poshtë dollari dhe mund të rritet. Të editori padëm një rritjet mirë. Unë mendoj që mund të shkoj deri ka shku deri 100, po mund të shkoj prapë te 100.6, pastaj 102. Kështu që duket shumë mirë. Dhe do shikoja sa do respektoj këtë vizën e trendit tani. Në momentin që thyet kjo viza trendit, do shikoj që të hyj long në treg prap. Do shikojmë se si do ecë. Për mendimin tim kjo mund të bëjë diçka të tillë. Dhe bin që nga mezi korriku thyet dollari. Diçka të tillë preson, po do shikojmë ditë mas dite, prandaj komuniteti i Discordit është aty për bërë analizë çdo ditë të situatave të dollarit dhe asaj të tjera. Po që dollari rritet, i bin që kripto do ulet dhe më shumë. Dhe asetet të rrezikshme. Dhe do ta shikojmë. Po kjo është një zonë tani që është kyç 100.6. Dhe indekset e tjera kanë qenë në shitje, kështu që ka qenë një shitje totale në treg. Ke parë Gjermanin, Francezin, pak fare në shitje francezi, ke parë Japonezin, kështu me radhë dhe tregu indeksi anglez. Madrat kemi dhe naftën në shitje. Po nafta duket sikur do gjej ndonjë support. Dhe ja ku e kam parë, kam thënë që do ketë një rezistencë, kam darë të CFD-t, të grupit CFD-ve në Discord, që ka rezistencë, dhe do shikojmë rezistencën dhe vazhdimsinë. Ja si ka ecur ai tregtim ose ide, se nuk e kam tregtuar vetë në drejtën. Shikoj. Jemi tani 1.2 të realizuar të tregtimi që unë kam dhënë në fillim të javës. Që nafta vazhdon këtë ulje, dhe shikoja vizën e trendit dhe supportin këtu. Kemi këtu, kemi këtë zonën tjetër që më duket si interesante kjo, që u thë këtu. Që më gjej support dhe prap të ulet të ngrihet deri te kjo zonë dhe gjej rezistencë, kështu që kemi kujdes që mund bëj disa valë të ndryshme tregu. Tjetër, floririn e kemi këtu poshtë. Unë po prisja ndonjë konsolidim këtu lart dhe nuk ndodhi. Kështu ja shikoj, kam pasur edhe një alert të kjo zone për të testuar, nuk e testoj, kështu që unë nuk hyj long, ku nuk teston zonat e mia, vazhdon të respektoj këtë vizën e trendit në ulje. Jemi tani të një support këtu, por dhe goldi mund të ketë një shitje finale përpara një akumulimi tjetër. Kur analizojmë goldin, shikojmë se çfarë ka bërë këto 2-3 vjet të fundit. Kjo rritje është shumë e madhe.
dhe është normale që të bëj një shitje dhe një dalje tregu. Edhe S&P dhe të tjerë ka pasur rritje të mëdha këto 2-3 vjet. Kemi qenë në bull market. Okay. Mendoj që mund të ullet dhe pak goldi derisa të bëhet shumë i shitur. Tjetër kemi copper, po shikoj unë përpara dhe kjo është shitur. Pak a shumë kemi shitur dhe gjithë tregjet. Nuk ka asnjë lloj tregu që nuk është i shitur. Dhe nuk shikoj ndonjë mundësi për momentin të madhrat. Ti Kleo në ndonjë analizë këto? Jo. Jo. Të madhrat. Okej. Rregull. Okej, atëherë kaq ishte podcasti për sot edhe për këtë javë. Shpresoj që të jetë informues dhe t'ju ndihmoj me marrjen e vendimeve në tregjet financiare. Më vjen shumë keq për që jeni ndjekur në këtë val. Gjithmonë ju sugjeroj që të bëni pjesë e Discord sepse do jeni realisht 1 hap ose 2 hap para të përgatitur të paktën se çfarë mund të ndodhi dhe të mbroni veten. Pastaj do keni edhe mundësi të informacione të tjera. Por ju që doni të bëni trajnim dhe të mësoni nga strategjinë time, që është strategji që kap trende serioze me vrull dhe realizon kur tregtojmë mirë dhe ka mundësi të mirë që ne kapim, mund të realizojmë 1 me 10, 1 me 13, 1 me 5, si këto lëvizje të tjera që ne kemi organizuar në aksione këto kohë të fundit, si AMD-ja, Fordi dhe kështu me radhë, si këto lëvizje këtu. Ju sugjeroj që na kontaktoni në mesazhe private në media sociale, ke Instagramin, ke edhe TikTokun, po keni edhe Telegramin shqip. Na kontaktoni aty dhe të leni një takim me mua ose me Kleon për të bërë pjesë e trajnimit në qershor. Kemi trajnim që unë, jo vetëm që do t'i mësoj strategjin, po do bëj edhe 3 muaj mentorship me grupin që do mblidhen 10 veta. Dhe ideja aty është që mbas një periudhë 3 deri në 6 muaj të jeni të sigurt, të qëndrueshëm në vendimin që merrni dhe çdo gjë që bëni në treg dhe të bëni pjesë e grupit që është i trajnuar të Discordi. Kleo, diçka finale për shtuar këtu për dëgjuesit? Po, ju bëjmë, ju ftojmë të ndiqni në rrjetet tona sociale, po ashtu dhe të shikoni YouTube-in, nëse keni ndonjë pyetje, na komentoni dhe ne do t'ju përgjigjemi, por bëni pjesë edhe Discordit sepse është diçka me vërtet që për gjithë ata që duan bëhen profesionistë, duan mësojnë në rreth tregut, është diçka me vërtet shumë e vlefshme. Okej, faleminderit Kleo. Shihemi javës tjetër. Shpresoj që shihemi javës tjetër. Mirupafshim. Mirupafshim.